Mamografia e lëvizshme është ndalur prej disa ditësh në Bashkinë e Devullit, ku do të qëndrojë deri në fundin e kësaj jave, me kërkesë të një vendore të kujdesit shëndetësor parëshor, në mungesë të aparaturave për kryerjen e mamografisë në Spitalin Bashkiak të Devullit. Kjo mamografi e lëvizshme do të kryej kontrolle të gjirit falas për të gjitha gratë në moshën 40 deri në 50 vjeç, që konsiderohen me risk më të lartë. Tekniku imazherist Alvis Imshtari tregon rëndësinë e kryerjes së këtij kontrolli dhe ju bën thirrje të gjitha grave të mos neglizhojnë dhe të kontrollohen periodikisht. Është një program i cili operon prej 10 vjetësh në Shqipëri dhe shkon në të gjitha ato zonat ose bashkitë në të cilat nuk mundësohet nga rrethi një mamografi, pra një aparatur mamografie, dhe shkon Instituti i Shëndetit Publik në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetit Publik të rrethit në vendin dhe kryen mamografit. Në momentin që jemi duke folur, janë kryer mbi 50 mamografi në qytetin e Bilishtit, në të cilat diku te 10 gra janë referuar për një ekzaminim të mëtejshëm, eko apo një konsult me mjeku. Është mirë që gratë të cilat kanë 45 vjet e sipër ta kryejnë vizitën, sepse ekzaminimi i mamografisë është shumë domethënës në kapjen e fillesave të kancerit të gjirit. Gratë e Devullit e kanë mirëpritur këtë shërbim me interes dhe përgjegjësi, duke kuptuar rëndësinë e kontrolleve të rregullta për ruajtjen e shëndetit. Çdo gjë nuk duhet neglizhuar, duhet i vijnë gratë gjithnjë mbrapa çdo pune, të kujdesen për trupin e tyre, për veten e tyre. Më e mira është që çdo 2 vjet të bëjnë vizitat, i bëjnë kontrollet e nevojshme. Nisma synon jo vetëm të ofrojë shërbim, por dhe të edukojë mbi rëndësinë e zbulimit të hershëm që shpëton jetë.